Presimi tjetër telefonat. Alo, urdhë. Alo. Do të vi në shtëpi me 5 trëndafila. 5 trëndafila do të vi e dera shtëpisë. Ma hap derën, s'pa hap derën, atë e di ti. Hajde Vrenos. Mbylla. S'mund da ky debili. Do të vinë në shtëpi, më thot. Po i ko qëro mu, po i ko shduk mu, s'mund da dhe o dhizi. I orë është qëro mu ande. Alo, një tjetër telefonat. Alo. Të mirat do të vi në shtëpi me 5 trëndafila. 5 trëndafila do të vi e dera shtëpisë. Ma hap derën, s'pa hap derën, atë e di ti. Hajde Vrenos. Mbylla. Mos ma fusni më në linjë këte. Regjia, mos ma fusni më në linjë këte. Dëgjuat, me në linjë këte mos ma fusni. O, zoti i madh. Presim një telefonat tjetër. Besoj këtë Vrenos. Besoj se jo vetëm ajo që përmendë ti, që është çyryk fare, po as edhe një, jo në Korçë, po as në listën e mbyllur Tiranës për mua nuk vlen sa ti. Si kundërshtar flas. Jo vetëm se ti je ky që je, një fytyrë dhe një linjë, bardhëzi, po ke edhe një gjë ti që ata se kanë. Si e çyryk. Dhe sigur ata të kishin aftësinë tënde kritike se të kanë parë kur i kritikon kur u bie për partinë e tyre, s'do ishin sot të zhytur në lumrat e kënetës Vrenos. Mbyllë mos. Ore, po ky vetëm po zoti i madh. Bllokojani numrin këtij, bllokojani numrin. Mos e lini, bllokojani numrin. Paska. Një telefonat tjetër. Por ama, bluza e Vrenosit dje e kishte mesazhin qartësisht madhështor. Mbi të shkruaj çka i thoshte të gjitha për ata që duan të kuptojnë. Boss. Ai është sot de facto the boss. Bossi i ri i gjithë atyre që nuk do të iki nga këneta përpara se sa ta shohin Vrenosin edhe de jure në krye, fillimisht në Korçë dhe pastaj mos u çudisni fare dhe në fronjën e bufit plak. Nuk është mirë. Mbyllë emisionin. Bluza e Vrenosit dje